Po, ky do të jetë dhe itinerari që do të mbahet edhe ditën e sotme, teksa pra qytetarët do të mblidhen dhe po mblidhen përpara pra tek sheshi Skënderbej, më pas do të nisi edhe marshimi drejt kryeministrisë si kundër ka ndodhur për gjatë gjithë këtyre ditëve dhe janë qytetarët të cilët janë duke bërë thirrje në këtë moment, thirrjet e tyre që kanë shoqëruar këto protesta për gjatë një muaji e më pas pra do të nisë edhe marshimi drejt kryeministrisë. Kërkohet që të priten edhe 10 minuta për shkak dhe të temperaturave të larta dhe më pas do të nisë edhe marshimi. Pra janë këta protestues të cilët janë mbledhur ditën e sotme, teksa kemi parë që edhe në protestat e kaluara shumica e qytetarëve apo edhe të rinjve mblidhen direkt te kryeministria e mandej nisin edhe marshimin nëpër rrugët e Tiranës. Një formë proteste kjo e cila ka shoqëruar këto 30 ditë, teksa të rinj marshojnë nëpër rrugët e Tiranës për të protestuar, për të ngritur zërin e tyre dhe për të treguar se kjo është një lloj forme e tyre revolte për të penguar qarkullimin. Po bëhet thirrje përsëri nga protestuesit që kush dëshiron mund të shkojë drejt rrjodhi ditën e nesërme për të hequr gardhin e vendosur atje. Atëherë për të gjithë ata mosha e tretë, ata njerëz që s'kan mundësi me dalë në shesh, duhet ta përjetojnë ashtu siç e përjetojnë ne në shesh, si ata në shtëpi, si ata në shesh. Rama bur Berisha bur, Rama bur Berisha bur, Rama bur Berisha bur, Rama bur Berisha bur. Atëherë për nesër në Rojall, një propozim shumë interesant, kush ka gur fleksibël me bateri, e merr me vete dhe heq gardhet e pushtuesve. Ja dhe për nesër Rojallin në to. Hajde Nora Gjermeli, hajde. Që Luciana pajtohet që duhet fleksibël, me bateri, duhet leva, duhet që kyç, mjete popullore, për nesër. Mirë është të të organizoni 3-4 vetë me një makinë, sepse ki organizim qytetarë dohet në mirë të pavarë. A një thirrje do jetë Edi Rama o tradhtar me Shqipërinë mos bëj pazar. Edi Rama o tradhtar me Shqipërinë mos bëj pazar. Edi Rama o tradhtar me Shqipërinë mos bëj pazar. Edi Rama o tradhtar me Shqipërinë mos
moshat janë duke u përgatitur nga një kompani për të gjithë politicianet e korruptuar dhe do i hedhim tek Llumi ose Lumi Rama. E ka patur Lana, tani është bo Rama, sepse ku tërbon erë, si gërnishë. Atëherë sot edhe për fjalimet i lutëm kërkojmë një kuptim duke qenë se kemi edhe 4 eurodeputet që janë shtuar, 2 nga Hollanda dhe 2 nga Gjermania dhe një nga Italia. Në të ardhmen do kemi edhe senatore kongresmen Amerikan, kështu që çdo kush që kontribon për hedhjen e Edi Ramës dhe qeverisë së narkoshtetit është i mirëpritur. Tërheqje! 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 Bravo, Burr!